Dhe pakor në ndaj nga nisja e Prime të Big Brother VIP Albania. Sigurisht, kurioziteti të gjithëve është se kush do të jetë banor që do të largohet sot. Në televotim janë 7 banor. Kujtojmë se këta banor dolën në televotim si rezultati thyrjes së rregullave, duke fshehur cigare apo sende personale të banorëve. Ndërkohë, sondazhe të ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët dhe kemi këto rezultate. 26% kanë votuar për të larguar Olën, 22% kanë votuar për Eglin, Gjesi dhe Viserlo të dy me 17% të votave, Gjibani 9%, Valbona dhe Laerti si një konkurrent i vetëm me 9% të votave dhe në fund Rozana me 0% të votave. Rezultatet dhe dinamikat e lojës ndryshojnë gjithmonë, por pavarësisht këtyre rezultateve, banori që do të largohet sot është mes Olës dhe Viserlos, ku me shumë mundësi largohet Viserlo pasi për produksionin, Viserlo s'ka çfarë të jap më në shtëpi. Gjithashtu, u dha dhe linja e jetës për të, ndërsa Olën me shumë mundësi do të vazhdojnë ta mbajnë për të parë se si do të shkojë marrëdhënia e treshës Valbona, Laert, Ola. Kurse kur do të dalin të vërtet, na mbetet të presim Prime-in e sotëm. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe Zona VIP.